Faktikisht dikun 18 vite sa i numërova janë ato që jeni marrë ju me muzikë. Pastaj keni vendosur si me bëni kthesë tjetër. Faktikisht pse domthonë e vendosët ose si erdhi deri të kthesë shkurtimisht apo shkruaj? Po unë si fëmijë domethënë kam pas mendim. Shpesh herë kam kujtuar shembull kush jam unë. Pse jam unë këy, ku jam këto, kush më ka krijuar, edhe si çdo njeri normal që i vin këto pyetje. Edhe thjesht e di si fëmijë kur e kam menduar që më ka thonë dikush ka Zot, unë jam gëzu. Domethënë pas ka dikush që po u kujdes ka për krejt këtë botë. Edhe se më herët thëshin edhe që për shembull s'ka Zot, tokën e majnë disa balena. Po. E momentin kur e kam kuptuar që ka Zot jam gëzu, thash ashtu se mirë për ruj ka tokën dikush edhe ambientin edhe neve. Edhe si fëmijë kam pas këtë mendim. Pastaj libri i parë që e kam lexuar domthonë ka qenë Riyadus Salihin me hadithet e Imam Neveviut. Edhe kam lexuar Kur'anin shqip. Dal nga dal, kështu namazin, se unë kam pasion shahin, edhe si fëmijë kam lyt shah me shokët e lagjës, edhe kur vesha se lushin shumë, domethënë kur dilshim ora 9 mëngjes, kur u ktheheshim në 8 mbrëmje, dikun 11 ora, 12 orë sa bëj. Vetëm shah. Po. Edhe kur vesha domethënë prej parkit, ku lushim këto me disa shokë, nana më thekja, o bie, po fale bile një namaz, thënë. Faktikisht nona ka qenë namazlike nona juaj. Po, nana falet që moti, edhe domethënë nana edhe pse nuk di me shkruajt kështu latinisht, nuk di me shkruajt hiç, leximin e Koranit e kam mësuar, alhamdulillah. Ka mësuar me dëgjume faktikisht. Jo, di me lexu kështu e kam mësuar te xhamia. Po. E pastaj domun vitin 99 unë të është afër një hafiz i Koranit, i kom pas mësu leximin e Koranit taj, ka qenë Ramazan, e shkronjat e para më i kom mësu aty, për diku 2 javë, 3 javë. Mirë po, nga që merresha me muzikë edhe s'kisha kohë me lexu Koran, domethënë e pata mësu leximin, mirë po, dikun gjatë tërë vitit 2 herë e kom marrë me lexu ose jo. Deri kjo ka zgjatë kështu deri vitin 2003 kur unë ato xixhat e para të zimit kanë linë tonë. Kurse namazin, rregullisht kam filluar me fal vitin 99. Prej atëherë kur ke filluar edhe me shkronja pak. Po, vitin 99 më ka pas ndodhur një rast në Zvicër, ose di e kom cek këta ndonjëherë. Kam pas shku me këndu në Zvicër edhe me vizë normalisht, me vizë ma banën ftesën edhe këtë jam konë rregull me dokumentacion. Mirë po, mas e kryta këndimin aty, se unë shumë familje kam në Gjermani. Edhe familja thanë, adem apo vjen, e festojnë vitin e ri këto në Gjermani. Edhe unë për Zvicër kisha vizë, mirë po për Gjermani nuk kom pas, apo. Mirë po, disa shokë thanë, po nuk shirë kërkoshe, dhe që ka lejna kufinin edhe shkona, dhe nuk është problem. Ja, të na zonën, o thonë. Ju ndalën policia? Po, na ndalë, unë kishëm i drejt me hi, edhe normalisht u dash me nejtë në burg, një 2 javë. E që ajo është konë sebe për mu, të më dhanë për me fillu namazin. Kur kom marrë këto në shtëpi, me njëre, e kom fillu namazin rregullisht. Burgi pas ka qenë ajo piknisja e parë me përkushtimin tonë ndaj namazit. Po. Edhe kjo informacion tjetër që edhe pak më herët po dua edhe një herë me ju kthy aty. Faktikisht ke qenë duke marrë me muzikë dhe ke shkuar edhe me mësu shkronjat e Koranit. Kjo është pak një paradoks për ne, është diçka. Herën e parë kur kom shku në Zvicër, unë them se kjo mos ka qenë nga ana e Allahut një sinjal që domthon kjo rrugë që e ke marrë ti nuk është e mirë. Domethënë edhe krejt ato parë që ai kom fitu mi kanë marrë policia e burgit apo. Edhe mu më thon mendoj që është kjo sinjali i parë që Allah më ka bërë me dije që adem ti në këtë rrugë nuk ban me shku apo. E pastaj si kom marrë kom filluar më fal namazin. Edhe ke qenë pastaj me namaz vazhdimisht. Po, nuk je ndërprej për namaz. E kom shkruajt me një
ka e grupa e gjakut që është e din mjek që e bëjnë grupën e gjakut. Ka në e pas me e kom shkrujt datën kur kom fillu. Ka qenë 2 shkurt, viti 99. Edhe më petër se kom lanë. Interesante, po pse bash aty e shkrujte? Po thash, e di si dokument me rujt. Kisha qef me di. Shumë interesant. Sjellja të shembull se si duhet të jetë një besimtar fisnik dhe i sinqert. E ky është vllau jon Ademi. Na intereson të dim si ka qenë reagimi i familjes, farefisit, shokëve në momentin që ti e ke bu këtë ndryshim në jetë. Po, normalisht se nuk e kanë prit mije, do me thonë se une fillova me marrë pare, do me thonë prej profesionit që e bëjsha si këngëtar. Edhe normalisht se nuk ju konvenoj këtë, do me familje, se ndërprej një burim i kogja i mirë, do me thonë, nuk e shishin si idejt mija. Po me gjithë se, do me thonë, ajo koha kur unë kam fillu me marrë pare shumë, nuk o shkon kohë e gjatë. Do me thonë, o shkon krejt dykun 3-4 vjetë. Allahu ka dasht, do me thonë, që me ma gjuhëzimin qatë kohë. Në kulmin e kur unë veç më dëpërtova gjitha ndeje dhe kisha kërkesa shumë, unë e qatë herë, Allahu dashti me ndërprej. Ja u ktheve shpinën gjitha këtëre. Po. Me të vërtet, në atë kohë, kur ishte momenti dhe thot që a ishte në kulmin e, si me thonë, afirmimit të popularitetit e ti si këngëtar, e bashkë në atë moment, dhe me thonë, nuk ishte e lehtë që ta linte muzikën, për shkak të anës materiale. Besoj se nuk do të mund si cëli ta bante atë punë. Nuk e pas kundërshtime, do më ndoshta vetëm këshilla prej tyre se jetu gabu, apo ke pas edhe kundërshtime, apo ke pas ndonjë zënk me dikan? Po, normalisht, dikush mendoj ke që une se vitin 2003 u martova. Dikush të ke jo, gruja s'po t'len, e di me kinu, po së shkona jo, dhe më e vërteta. E vërteta ishte që une s'mojsha më me vazhdu. Bile, në qatë ko, kur une ka qenë një vjetë periuda, kur unë më ka mush menja dhe më largu prej muzikës, edhe deri kur jam largu, më ka qenë një vjetë. S'ko mujtë bashkë për njerë me ndërprej, se kam pas termine, kontrat për me ba album, edhe se ne kom lanë bashkë ashtu. Edhe, mirë po normalisht, e i besimin zemër, e bëj ke punën e vetë, dhe me thonë, unë thesha edhe e kom pas brengan që ndoshta unë në qëtë periudhë, mos Allah do ma merë shpirtin, unë e kisha plan mu largu prej. E ka qenë periudhë e vështira, ja, do me thonë. Edhe pikërisht, unë e kom pazon një premtim. Allahu që nëse ma mundëson, do me thonë me kalu këtë kohë edhe mu pendu, unë e do të filloj Koranin me mësu. Unë e do të filloj Koranin me mësu. Me të drejtë, rënkojnë zemrat dhe lëtojnë sytë. Me të drejtë, ngjallën ndjenjat dhe zëri dridhet. Premtimi ndaj Zotit nuk është një fjalë thënë e as mendimi qastit. Jo, ai është beslidhja më e fortë se litari dhe më e rëndë se shkëmbi. Me gjithë këtë peshë që ka premtimi, burrat e mdhenj si Hafez Ademi e mbajnë atë mbi supet e tyre me përgjësi dhe krenari. Ai, edhe pse mbajti fjalën e dhënë, dridhet dhe i pikojnë lotët. Vërtet madhështore, vërtet mësimi rallë. Po, në momente të vështira, edhe janë problemi kalu që shto hajde. Tash po e bëjmë një shkëputje që të dëgjojmë diçka nga Kurani, nga Hafez Adem Ramadani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salah وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Që të dim se keni pasur një prapavit të pasur atëherë, domethënë në periudhën e parë, ta quajmë kështu, por kjo pastaj me ndryshimin tuaj nuk ndryshoi edhe fama juaj, faktikisht edhe me këndimin ilahive ju prap mbetët i njohur dhe i dëshiruar mesin e njerëzve, ndoshta edhe më shumë se që keni qenë më herët. Po, unë e kam cek edhe disa herë më në për intervista që unë kur e kom vendosur mu i largu prej muzikës, nuk e kam mendu që do të merrem me ilahi. Po, domthon ajo ka ndodhur spontanisht, domthon njerëzit pastaj kanë thonë pse ti se shfrytëzon talentin, unë kanë këshillu vëllezërit që me bë diçka, domthon në çat formë talentin me shfrytëzu për me kriju në ilahi. Unë di shumë njerëz që janë udhëzuar vetëm me ilahit që kanë dëgjuar pra këngët fetare të Ademit, Hafizit. Është gjë e mrekullueshme dhe gjë e bukur, domethënë ai Ademi kush ishte tani më jo vetëm që ka hequr dorë, por është edhe lexues i Kuranit me tajwid, jo kështu lexues shkelë shko. Edhe unë kam fillu, domethënë albumin e parë viti 2004 do të ka qenë. Albumi i parë, të duhemi për Allah. Mirë, po një gjatë du të me ditë se unë prej në fillim, domethënë ato faktorët që ndikojnë për mu ba i famshëm njeri nuk i kum marë, edhe nuk i kum pas. Mirë, po Allah i ka dasht, edhe unë më ka ba të njerëzit pranum. Edhe me ilahi, prej atëherë dhe deri më sot, domethënë ka shkojmë, elhamdulillah, jemi të pranum edhe tash kemi ba edhe normalisht ilahi shumë, edhe kemi program të begat. E kemi edhe grupin që shkojmë.